konkretisht bashkëpunimi me Bilmeti. What are your opinions or comments during your time in Kosovo and regarding the cooperation with Bilmeti? I had a really good time in Kosovo. The people from Kosovo are very open and very good hospitality. Unë kam pas një kohë shumë të mirë, kam kalu një kohë shumë të mirë në Kosovë. Njerëzit janë shumë të dashur dhe janë të hapur, edhe mikprica. Edhe ne kemi asi mendimi për edhe qëndrimi gjatë vizitës këtu për mikpritjen e popullit apo farmerët e Hollandës. We have the same opinion for Dutch people during our week here. Okay, that's very good to hear. Rregull, kjo edhe po shumë vjen mirë që po e ndëgjon këta. Tash, si shkojnë punët, në çfarë ka konsistuar puna juaj, eksperienca juaj dhe mësimet e bartura nga këtu atje? What results could you get from all the knowledge that you sent to Kosovo? You had, because you sent some good practices there during your time there. So did you see any result regarding that? I think that's difficult because it's the knowledge you bring there. It will go over the years that it will be implemented and that people will take it over and use the knowledge. So, but I think Kosovo is on the right way to become a country also with the EU standards. Është pak e vështirë se nuk mundet qa mundëm na me qup me prej këtu në Kosovë është pak e vështirë për mu implementu për me njëherë. Mirë po gradualisht ato gjana implementohen edhe mendoj që Kosova është në rrugë të mbarë për mu integru në Evropë shumë shpejt.